Në një editorial të publikuar në Gazzetta dello Sport, ish trajneri legjendar Fabio Capello ka analizuar hapat që Milani duhet të ndërmarrë gjatë merkatos së verës. Sipas tij nuk ka nevojë për revolucion, por disa investime të niveleve të larta. Milani nuk ka nevojë për të bërë ndryshime të mëdha. Mjaftojnë 2 ose 3 lojtarë me cilësi të vërtetë që të bëjnë diferencën. Diferenca mes Milanit të sezonit të atij që pam dhe pjesën e dytë ndaj Interit është shumë e madhe. Në atë ndeshje skuadra tregoi se mund të jetë fortë me cilësi që deri tani nuk e kishte treguar. Capello këshillon që baza e skuadrës të ruhet, duhet nisur nga lojtarët që janë, u bën ndryshime vetëm kur gjej dikë dukshëm më të mirë. Maignan është kthyer në formë dhe më pëlqen, është shumë e vështirë të gjesh një portier më të mirë pa shpenzuar shumë. Me Teon çështja nuk është teknike, gjithçka varet nga ajo çfarë ka në kokë. Krau i martë i Milan ishte pika më e fortë, këtë vit është kthyer në simbol të mungesës së përkushtimit. Por nëse Teo ka dëshirë, një lojtar me atë shpejtësi dhe cilësi është i rrallë, vetëm klubi dhe ato që janë në dhomat e zhveshjes mund ta dinë çfarë ka në kokë ai, deklaroi trajneri italian.